shembull, unë shumë shpesh e përmendi orhiden, është një lule jashtëzakonisht e bukur, por në shtëpinë time nuk bën. Prishet brenda javës, nuk e di as ku gaboj. Jo, te kjo ju kisha sugjeruar gjithë klientëve që janë adhurues luleve orhidea. Orhidea don dhe nuk e don sikur lulet e zakonshme, don pak dhen ladrujve, don pak kërër, dhe don shumë pak, don gurzi pak të ketë sasi të gurve në për ato, ajo jeton ato kushte. Për ndryshe nëse orhiden e mjellëm me dhej si kur këto lullet sezonale, aja atër nuk zhvillohet, nuk e dënë tokën vetëm dhej, se ka dëshirë vetëm ujë t'i kaloj, apo mos t'i rrimë saksi, se lagështi nuk e dëshu. Kjo pra është sekreti. Kjo është, edhe e dënë, nëse është në ambient mrena, dënë ofër gjami tjetë, sepse gjami i kryon pak temperaturë, edhe dritën e aja, po temperaturën jamon pak ma... Pas ka qenë më e thjeshtë sa kemi menduar. Ja. Me 2-3 këshilla. Për ndryshe lullet tjera, për ambientet mrenshme, sugjeroj gjithë klientit që lullet jashtë nëse ujten, gjdo ditë mrena duhet njerë njaftë. Nuk konsumoj lullet shumë, për shkak nuk ka aerosje shumë, edhe lullet nuk duhet ujten brenda shumë, për arsye se ju bin gjetët. Në të kohën e lullëzimit, si që janë limoni, mandarina, nuk ka nevoj shumë të ujtët gjatë kohës lullëzimit. Pas taj po për t'i rritë frytat, duhet të ujtët trajtohet si zakonisht.